I kthen me njërë kafshët në gur, por jo flamingot, njihuni me liqenin vdekje prurës në botë. Liqeni natron në Tanzani është një nga fenomenet natyror më të çuditshëm dhe misterios në botë. Me një temperaturë ekstreme dhe ujë të pasur me krip, ky liqen është një habitat ku vetëm disa specie mund të mbijetojnë. E njohur për veçoritë e saj të jashtëzakonshme natron, ka tërhequr interesin e shkencëtarëve dhe turistëve për shkak të ngjyrave të tij të pazakonta dhe kushteve të rrezikshme që ai ofron. Ideja e një liqeni që i kthen në çast kafshët në gur tingëllon si nga mitologjia greke, por në fakt ky fenomen tejet i veçantë ndodh në liqenin natron në Tanzani, i cili është një nga liqenet më vdekjeprurës në botë. Përkundër kimisë së tij jo mikpritëse, liqeni natron pret një nga fenomenet më spektakolar të jetës së egërt të Afrikës. Liqeni natron pret një nga fenomenet më spektakolar të jetës së egërt të Afrikës. Mbi 2 milion flamingo më të vogla, 75% e popullsisë botës, përdorin këto ujëra kaustike si terrenin e tyre kryesor të çiftëzimit, duke krijuar një kufi roz të gjallë rreth liqenit të kuq. Flamingot lulëzojnë këtu pikërisht sepse pak grabitqar mund të lundrojnë në mjedisin e ashpër, duke bërë atë një vend të shenjtë paradoksal. Fotografët e kafshëve të egra zakonisht vizitojnë midis gushtit dhe tetorit, kur numri flamingove arrin kulmin me një shfaqje mahnitse të përshtatshme të natyrës. Gjatë stinës së shirave, pellgu mbushet me ujë, por më vonë temperaturat e larta shkaktojnë avullimin intensiv. Aty gjallojnë vetëm disa baktere të pasura me pigment të kuq që e ngjyros intensivisht ujin, duke dhuruar pamjet fantastike. Liqeni natron është shumë i cekët, thellësia varion nga 1.5 metra në 3 metra, nxehtësia e ujit arrin në 50 dhe 60 gradë Celsius. Përmbajtja e kriprave të natriumit të ujit liqenit është shumë i lartë. Në muajt më të nxehtë, shkurt dhe mars, edhe uji bëhet i trash për shkak të kësaj. Këto kushte favorizojnë aktivitetin e cianobaktereve halofil që jetojnë në liqenin natron për shkak të pigmentit të cilit uji ka ngjyrë të kuqe të gjakut. Megjithatë, hija e ujit ndryshon në varësi të sezonit dhe thellësisë. Liqeni mund të jetë portokalli ose i kuq dhe nganjëherë duket si një pellg i zakonshëm. Ujërat e natronit në Tanzani janë një rrezik i vërtet për shkak të nivelit të lartë të ujit alkali, krip dhe ngrirë çon në djegje të rënda nëse një person, një kafshë apo një zog është zhytur në liqen. Pikërisht kështu, shumë zogj kanë gjetur dhe vdekjen. Më pas trupat e tyre ngurtësohen dhe mumifikohen duke u mbuluar në substanca minerale. Këto veçori të këtij liqeni lidhen edhe me Ol Doin Lenga, i njohur si Mali i Zotit, i cili është i vetmi vulkan aktiv që lëshon natrokarbonat.